24 ligje antikushtetuese. E gjykojmë me aferën e rezerva shtetërore. E gjykojmë me skandalin me energjinë elektrike. E gjykojmë me gjitha skandalet me radhë, duke vazhduar një pas njeri dhe me mungesë kapaciteteve për qeverisje. E gjykojmë me dërgimin e vendeve 3 palë zgjedhje një mas një, si rezultat i pa mundësisë për me ndërtu kompromis, si rezultat i pa aftësisë për me kuptu se demokracia është kompromis dhe është një mekanizëm i cili duhet të ndërtohet në kuvend, i cili garanton një shumicë qeverise. Pra, nëse gjitha këto i mungojnë një qeverisje, a duhet të jepet besimi edhe për një herë tjetër që të na dërgojë edhe një herë zgjedhje. Tha që Albin Kurti është kryeministri me një gjatësinë më të madhe. Kes qenë kritik kundrejt edhe kryeministri që ka në kohë nga LDK-ja. Ju, Vjosa, disa figura në atë kohë të LDK-s, keni pas qëndrim dinitetshëm për te subjektit politik kur ka ardhur puna te mirëqenia dhe të qytetarëve qytetarit. Nëse sot për 6 vjet, kryeministri Kurti, ku e rendit në renditjen e kryeministra? Po ta shtroj, ka me plot të drejtë në trashëgimit pyetjen e renditje, se ke qenë i kundër, ke qenë i ashpër edhe ke mbrojt interesin qytetar, edhe kur kryeministri ka qenë për LDK-s. Ku e rendit në këtë renditje të kryeministrave? Ku renditet? Maj Keshi, nësi renditëm kryeministrat Matçi, ku renditet zoti Kurti? Në kapacitetet e qeverisjes mendoj se është ndërmat doptit, qeverisjes së brendshme. Në kapacitetet e zhvillimit ekonomik, mendoj se është më i dobti. Në kapacitetet e zhvillimit e infrastrukturës, mendoj se është më i dobti. Në kapacitetet e ndërtimit dhe zhvillimit të arsimit, mendoj se është më i dobti. Në kapacitetet e ndërtimit dhe zhvillimit të shëndetësisë, të kulturës, është më i dobti. Në kapacitetet e politikës jashtme, fatkeqësisht është më i dobti. Sepse Kosova ka qenë në sanksione, Kosova ka qenë e bllokuar për vite me radhë dhe ka humbur rreth 1 miliard euro nga Bashkimi Evropian. Në kapacitetet e raporteve në pjesën veriore të Kosovës, në aspektin praktik mendoj se ka pas një progres, ndërsa në aspektin ligjor ka pas një përkeqësim edhe në raport me zotin Thaqi dhe Mustafa, sepse me zotin Haradina nuk ka pas ndonjë zhvillim domethënës në raportet me bisedimet me Serbi. Pra, në këto kapacitete... Nëse matë në këto kapacitete, po dhe kryeministri më i dobti sipas Arbengashit Albin Kurti si kryeministri? Në kapacitetet e qeverisjes po, mendoj se një element pozitiv mund t'ja themi si rezultat edhe i kokëforcisë edhe i bindjes tij, që gjendja faktike në veri ka ndryshuar pas sulmit terrorist në Banjska dhe grupet terroriste atje nuk demonstrojnë, por gjendja juridike me marrëveshjen e nënshkruar në Bruxelles dhe marrëveshjen për sekuencimin e marrëveshjes së Bruxellit e nënshkruar në Ohër, gjendja juridike për veriun është e përkeqësuar dhe përkeqësuar shumë rënd. Pra, rreziqet janë aty, rreziqet janë shumë të mëdha, gjithsesi ne si shoqëri politike, si klasë politike, kemi për detyrë që të marrim përsipër që Kosova të jetë një vend i qëndrueshëm, i sigurt, i zhvilluar me perspektivë. Pra, që bujku që prodhon qumshtin në Kosovë, që janë me mira fermerë sot që po e derdhin qumshtin sepse nuk po kanë treg ose është duke u kërkuar prej prodhuesve qumshtit nën vlerën e tregut, është diçka jashtëzakonisht e dëmshme dhe duhet të ndalet. Po ashtu nëse marrim për shembull dhe shohim rajonalisht, nëse është rrugën për Gjilan, pra rajoni i Moravës nuk ka asnjë lloj zhvillimi. Nëse është rrugën për Podujev, cop e harnuar, halas është përfunduar krejt dhe ani vazhdojmë me ndodh aksidente. Nëse është Shepeja, në rajonin e Dugaxhinit, rruga për Pej, mas 10 viteve në fakt që është marrë kredia që është aprovu, ka fillu tash me ushtru, ndërsa masat e sigurisë rreziqet njerëz po vritën. Rrugën për Gjakovën njëjta gjë. Deponia e mbetorinave për trajtimin e mbetorinave në sferk të Pejës është një mal me mbetorina që po e vret gjithë zonën, po e prish turizmi, po shkatron të ardhmën e Kosovës. Rruga për Rugov e shkatruar, turizmi në Kosovë i shkatruar. Njerëzit e Kosovës po ikun me bë turizëm në Shqipëri, Malzi, Greqi, sepse s'kan çfarë me bën në Kosovë. Pra, nuk ka një platformë, një ide të qartë çka do me bë. Cilat janë avantazhet tona?